Qeveria formalisht ende dëshiron që vetë ta ndërtojë hidrocentralin Çebren, por nga ana tjetër po kërkon investitor për ndërtimin e këtij objekti strategjik energjetik. Edhe pse ende formalisht nuk është përcaktuar modeli i financimit, nëse do të jetë shtetëror, privat apo përmes partneritetit publiko-privat, sipas ministres së energjetikës dhe minierave, Sanja Bozhinovska, aktualisht është e vështirë që Çebreni të ndërtohet vetëm nga shteti. Për momentin, një kompani japoneze dhe një franceze janë të interesuara për ndërtimin e këtij objekti, i cili deri më tani ka pasur 13 tender të pasuksesshëm për këtë qëllim. Мислам дека до последниот месец-два ќе имаме повеќе информации, меѓутоа се работи, како што знаете, буџетот не е во најдобра состојба, меѓутоа ќе видиме, сепак се работи за над 1 милиард евра инвестиции. Sipas Bozhinovskës, Çebreni nuk mund të futet në buxhet si investim kapital, sepse në mbledhjen e qeverisë ka pasur shumë dëshira për investime. Тоа е најкапитален проект во државата, меѓутоа има и од здравство, има и од транспорт, има многу други инвестиции. Треба да видиме и да се договориме кој е приоритет на ниво на државата. Значи, многу желби има, треба да видиме што е реално. Megjithatë, realiteti deri tanishëm tregon se gjatë rreth 10 viteve të fundit janë planifikuar investime kapitale vjetore prej 500 deri në 750 milion euro, ndërsa në praktik janë realizuar 350 deri në 450 milion. Milionët e paralizuara më pas shpenzohen për shpenzime të tjera buxhetore, si pensione, paga ose detyrime të tjera të prapambetura dhe të cilat nuk gjenerojnë rritje ekonomike. Çebreni do të ndërtojë nga 7 deri në 10 vjet, që do të thotë se çdo vit nga buxheti do të ndahen 150 deri në 200 milion euro, pra pothuajse aq sa zakonisht nuk realizohen gjatë vitit. Bozhinovska thotë gjithashtu se gjendja e buxhetit e ka lënë më njëan idenë që ky hidrocentral të financohet me para nga marrëveshja me qeverinë britanike, me vlerë 6 miliard euro. Ndërkohë është paralajmëruar një ofenzivë e madhe energjetike në periudhën e ardhshme. Janë pranuar 67 iniciativa të kompanive që kanë kaluar filtrin e parë dhe në periudhën në vijim do të mund të ndërtojnë kapacitete energjetike me fuqi të instaluara prej 4.4 gigavatësh në vlerë prej 3.7 miliard euro. Po ashtu janë miratuar edhe 96 iniciativa për ndërtimin e 96 depozitave të energjisë me fuqi prej 2 gigavatësh, kapacitet prej 5 gigawatt orë dhe vlerë rreth 2 miliard euro. Do të ndërtohet edhe një termocentral kogjenerues me gaz në fuqi prej 995 megawatt dhe në vlerë prej 445 milion euro. Edhe pse këto shifra janë të shkëlqyera, për momentin ato janë vetëm iniciativa dhe nuk dihet nëse të gjitha do të realizohen dhe kur do të përfundojnë projektet.